edhe pavarësi, liri, demokracia, edhe lufta, edhe pas lufta, edhe gjitha jo energji, edhe partnerve tonë ndërkombëtar, atëherë rrezikohet me qatë rubrikën e tretë. Rubrike kujt është ajo treta? E kujt është, do t'i kusi? Jo, pyetja... E kujt është? Kur ta thirrri Albin Kurti, më pyetja kujt është ajo rubrike e tretë? Ku ka inspirimin ajo rubrike e tretë? E kujt është rubrika e tretë? Nëse janë gjitha këto si i paranajmëroni, zgjedhjet e 7 qershorit, vjen vetëm zgjedhje, apo është diçka më e madhe se zgjedhje? Nëse i marrim parasysh. Unë mendoj, se kur flasim për subjekte politike, çdo herë kemi parasysh vizionin, misionin dhe objektivat. Tani, edhe vizioni, edhe misioni, edhe objektiva janë një. Stabilitet. S'ka pa stabilitet, s'ka as ekonomi, as zhvillim ekonomik, as shëndetësi, pa stabilitet. Qush me thirë, kam qenë para 2 ditë në Itali, në Treviso, Trevajon është me shumë banorë të komunës Therandes edhe Malishevës, është shumë banorë ka atje. Me cilën thirje, qush do me thirë këtheu, ku më këthy? Pa stabilitet, as nuk mush me thirë ata, as me jafru. Pa stabilitet, as ka zhvillim ekonomik, as ka reformë në arsim, s'ka as një element tjetër pa stabilitet, as me thithë më... E përmen nuk vidi kujt është kjo republikë, the, paranajmërove rrezik, paranajmërove anarki, paranajmërove strategji dhe zotit Kurti. Andaj të ashtrova si pyetje, zgjedhjet e 7 qershorit, jemi vetëm zgjedhje, apo janë, s'po thëmë referendum? Jo, pse mas me thonë, nuk e di cila shpreje adekvate. Referendum për çka, zoti Kurti? Referendum për stabilitet, për këtë shtetë, me rrujë shtetin. Referendum për mbrojtjen e Republikës? Për mbrojtjen e Republikës. Referendum... Deri, këtu konsideroni rrezikun e zotit Kurti, sa rrezikon edhe Republikën? Shiko, edhe ti, edhe unë, edhe pse ti je... Unë për shtroj pyetje, nuk duhem më pa. Jo, po ta shtroj tyrë, në kuptim edhe ti, edhe unë, edhe çdo kush, duhet me i bashku këtë mozaik të veprimit të Albin Kurti. Qofse nuk e bashkojmë këtë mozaik, atëherë na në kujtesën tonë do më kemi harru një pjesë të historisë. Mu kjo është thirrje ata të cilët e kanë një përvoj, ata të cilët kanë dhënë një kontribut, se çdo kush ka dhënë kontribut. 96% të shqiptarë në Kosovë e kanë dhënë kontributin e vetë. Të gjitha ata për shkak të këtij kontributi, qoftë me gjak, qoftë me njerëz, qoftë me dije, qoftë me gjithçka, qoftë me djerës, qoftë me gjithçka që kanë dhënë kontribut për këtë shtet, është një thirrje për bashkim, për stabilitet me 7 qershor. Thirrja. Për për çdo qytetar. Në qofse nuk jemi të zot me thirr, atëherë çush jemi të zot me vepru. Në tash jemi në fazën e thirrjes, po unë po tham edhe në fazën e veprimit me vot, jo në formën tjetër. Çka unë mendoj që 7 qershori ka mja pa mundsu. Atë rubrikën e tretë, të cilën unë nuk e kuptoj. Bollë kam përvojt politike, po unë nuk e kuptoj shka është ajo rubrika e tretë. Le e mot 4, nuk e di shka ndodhë të 4. Zoti Kusi, përna shkojnë shumë shpet minuta, të ndash për shkak të respektit, dola së dhe majtë se hapësina ka qenë dedikuar për diçka tjetër, dhe mësë miksi mëndësimi intervistu. Dhani prej Kavini, e keni zgjedhë me njerë mas luftës, e keni këthy në bastion të LDK-s. Mandej, si që the LDK ja kam bujzit LDK në mbrana, vetën. Cilat i nëzosa ta riktheni, s'po thomë bastion, po ta riktheni prap elektoratin e qytetit për nga vini ju në këtë rasht Suaregin që ka qenë njoni prej bashkë me Prizrenin, dikur prej bastioneve kërësore të LDK-s. Rikthimi ju në LDK, rikthimi ju në politik? Unë disarë kom qenë edhe në kryet të shtabeve në përzgjedhje. Ato që ka vreje, nuk po thamë asë për Prishtinë, që e di që është, asë për Ferizaj që e di që është ma mirë, asë për Shtimje e di që është ma mirë, e di edhe në Malishevë që është ma mirë, e di edhe në Prizren me problemet e veta, prapë është shumë ma mirë, dhe më në pa ato që ka e di, edhe që ka e di shumë mirë, që LDK në Therond, kësa rrë dhe pequit Therond, është del e para, këta e di. Si subjekt politik. Në nivel vend, në Zoti Kusi, keni qenë sekretar organizativ i LDK-s në situata... Unë kam pjesë e struktura të LDK-s, sepse çdo subjekt politik i ka disa